Lufta dhe kriza ekonomike po ndikon në shëndetin mendor të njerëzve. Së murë të dy. Studiuesit zviceran prezantojnë qaforen me ai që përkthejnë tingujt e lopëve. Dhe kanë dëgjuar që lopët kanë thënë, mos u merrni me çojini lekët për fëmijët autik për kanceri. Shumë thella lopët, ore, nuk e prisja kur nga lopët. Ju shpreshin kështu? Bravo lopët. Studiuesit zviceran ndoshta mendojnë që lopët në Zvicër këtë muhabet kanë lopët tona po të pisësh njëra, flasin për lekë. Lopët kanë të thënë të lutem nuk jemi njerëz, mos na përdorni. Të lutem. Sa po ja akuzoj të gjithë. Pak bëhet seks me kafshët fort. Në Shqipëri? Shqipëri pra po. Po, me kafshët. Nëse i marrim këto ne t'ja vëm kafshëve tona, kush e di shuhemi si shtetë. Do fillojnë të dalin ato, si quhen ato gjysmë kal, gjysmë. Centaura, çfarë quhet? Centaura ata? Centaurish? Do dalin gjysmë njerëz gjysmë lop, Gjysmë njerëz gjysmë çoban. Imagjino del centaur, ka dalë centaur, dhe ngjan shumë me çobanin e flatit. Papa Leo i 14 është shprehur, Zoti i refuzon lutjet atyre që nxisin luftën. Por me sa duket u dëgjon lutjet për të bërë super të pasur edhe presidenta. Bravo Zoti. Respektet. Macron i bën gjestin e Dragon Ball kryeministres japoneze. Ndryshe nga Rama që i bëri tjetër gjest me Lonit. Por e peatën në Spanjë që ti kapësh dorën dikujt që quhet tani ngacmim seksual? E ve me bast. Një tjetër lajm serioz është që shqiptarët po boshatisin dyqanin e elektroshtëpiakeve. Jo nga lufta apo nga kriza, nga këto frikrat, po thjesht elektroshtëpiaket hagen janë të papara. Si lajme thash. Në fakt duhet bëhet lajm. Janë të mira. Unë ashtu i kam shtëpi. Pa gëzuar. Pa gëzuar me ujë. Nga që kemi finxhan me elektronetika. Magjik dhe ne.